Tu gjatë jeta uroj t'jeni mirë. Sonte kanë rënë maskat. Ka rënë ajo maskë të cilën o a kanë fshehur për 34 vjet kjo klasë politike anti-shqiptare, e cila do të duhej sot të zbulonte veten e saj, jo sepse kishin dëshirë ta bënin këtë, por sepse erdhi t'i zbuloj Shabani i nismës thurje. Kush është Shabani, i cili merr postin e avokatit të popullit në pamje të parë, një post i cili nuk ka ndonjë rëndësi të madhe në ekuilibrat politik në vend, një post i cili nuk ka ndonjë peshë politike të madhe. Përse atëherë e lejuan që të çjerë maskat e tyre? Endri Shabani i Sorosit, bashkë me lojtarët e tjerë të ri të cilët i shpikën pota. Sonte do t'ju tregojmë lojën 34 vjeçare të cilën ju e dini mirë. Do ju tregoj gjithçka, atë që nuk e keni çuar në përmend dhe atë që e çoni në përmend. Këtë e bëjmë sepse Shqipëria nuk ka më kohë. Këtë e bëjmë sepse po ndahet Shqipëria në jug të Shqipërisë dhe në veri të Shqipërisë për influencat e vendeve fqinje në jug dhe në veri. Këtë do ta bëjmë sot për historinë, edhe nëse ata na eliminojnë, edhe nëse ata na kërcënojnë, edhe nëse ata na nxjerrin nga loja, edhe nëse ata na heshtin një herë për gjithmonë. E bëjmë këtë bisedë sonte për historinë dhe ju lutem mbani shënimet përkatëse, sepse do t'ju duhet kjo video dhe amanetet e saj dhe të gjitha të dhënat e saj për të vazhduar rrugën dhe për të vazhduar betejën, në qoftë se ne nuk jemi më, në qoftë se ne nuk do të ekzistojmë më, në qoftë se ata ja dalin të na heshtin një herë e përgjithmonë, ashtu siç i kanë udhëzimet e tyre për ta bërë tani. Loja është e madhe. Shqipëria është në pikën e fundit të ekzistencës saj. Ujqërit e mdhej anti-shqiptar janë duke u sjellë në rajon. Ua kam treguar çdo natë. Kush janë kompanitë që po vinë? Kush janë lobet që po vinë? Kush janë shërbimet sekrete që po vinë? Shërbimet sekrete shqiptare janë në duart e Beogradit. Shumë nga institucionet shqiptare janë në duart e Beogradit. Shumë nga mediat e Shqipërisë janë në duart e Beogradit dhe të shërbimeve të tjera anti-shqiptare rajonale dhe jo vetëm, të cilat kanë bërë pazarin e madh gati për ndarjen dhe shqyrjen e Shqipërisë. Si e lejuan Endri Shabanin ta realizojë këtë? Pse pikërisht tani? Pse e lejuan që të bëhej kjo maskaradë? Përse nuk kanë më frikë se i zbulon populli i tyre? Përse Rama dhe Berisha e çorrën maskën e tyre në këtë moment? Përse nuk e ndjejnë më të nevojshme të bëjnë teatr? Përse ata nuk e ndjejnë më ekzistencën tuaj? Përse ata besojnë se ju kontrollojnë plotësisht? Kush u jep këtë garanci? Kush u jep këtë forcë? Kush u jep këtë besim? Sonte do t'ju flas më hapur se kur, më troç se kur, edhe pse këto cilësi nuk më kanë munguar në asnjë nga videot që kanë bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe gjatë gjithë këtyre kohrave në cilat kemi qenë bashkarisht në komunikim, në Facebook, në TikTok, këtu në YouTube, në rrjetet e tjera sociale kudo ku kemi qenë. Loja është e madhe. Populli shqiptar është në pikën e fundit të ekzistencës tij. Sepse burrat dhe gratë e ndershme të këtij kombi nuk po ja dalin të bëhen bashkë dhe të ndalin me dorë prej hekuri, me goditje prej hekuri të poshtrit e kësaj race, të fëlliqurit e kësaj toke, të ndyrët, të shiturit, renegatët, anti-shqiptarët, bastardët, gjakprishurit dhe ata që mezi presin që të shesin llokma Shqipërie për të fituar copëza të vogla kënaqësie dhe epshi me tokën, me mishin dhe me dheun e nënës tyre. Dhe nuk ka krijesa më të poshtra se ata që e kërkojnë kënaqësinë dhe lumturinë tek copat e mishit të nënës tyre, tek nëna Shqipëri, e kam fjalën. Nëna Shqipëri që ka pas qenë një zonjë e randë dhe që burrat e zdheut e kanë pastirë nanë, sot është marrë nana dhe me llokmat e saj po blihet epsh dhe pushtet në Beograd, në Athinë dhe kudo tjetër. Çfarë është duke ndodhur? Rama dhe Berisha kanë qenë bashkë. Kanë qenë produkt i sistemit të Ramizalis, ju e dini këtë.
kanë qenë produkt i 1990-s kur u ndan rolet dhe kur u ndan detyrat. Shkoni të gjithë e shihni fjalimin e Sali Berishës, i cili teksa u mblodh me studentët i thurte lavde Ramiz Alis dhe i thonte njerëzve dhe studentëve dhe popullit e rebuluar aso kohe që i madhi Ramiz Alia, burri i madh i cili kishte ndihmuar që të vinte kjo ditë, në fakt ishte ndarje rolesh. Rolet që u ndan në Katovic, rolet që i ndau Partia e Punës dhe që i ndau establishmenti globalist, i cili u kishte dhënë komunistëve të Shqipërisë llokmën e tyre prej kohës së Mogoshës dhe të Popoviçit, kur themeluan Partinë Komuniste të Shqipërisë në luftën e dytë botërore dhe më pas ja dorëzuan Shqipërinë partisë terroriste që e komandoi vendin deri në vitin 1991. Për 45 vite u lanë shqiptarët pa zot, pa dim, pa iman, pa dhe, pa komb, dhe u krijua shqiptari zombi, zombja e cila i vrau të gjithë inteligjencën e vendit, e zhduku inteligjencën e vendit, e shkatroi, e burgosi, e çoi në spaç. Dhe ndërkohë që Berisha dhe babai Edi Ramës, Kristaq Rama, londronin tek të mirat e Partisë Punës Shqipërisë, kush si komunist e kush si skulptor, erdhën më pas shqiptarët e tjerë dhe inteligjenca e kombit, atdetarët, nacionalistët, patriotët, u zhdukën, u pushkatuan, u vranë ose u eliminuan. Erdhi viti 90, i quan të gjithë jashtë dhe i hapën dyert e porteve dhe të aeroporteve për t'i larguar shqiptarët nga Shqipëria. Duhet krijohej vakumi i madh dhe pjesa tjetër e mbetur e inteligjencës së kombit, e cila nuk kishte qenë e përlyrë me satanistët komunistë, iku dhe ajo u largua nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Mbeti edhe një pjesë tjetër, të cilët themeluan Partinë Demokratike, të cilët u eliminuan të gjithë, 375 burra dhe gra. Asnjëri prej tyre sot, nga ata që themeluan Partinë Demokratike në ditët e saj të para, nuk ekziston. Ekziston vetëm një person, i mandatuari i Ramiz Alis, Sali Berisha. Sali Berisha, i cili e kontrolloi vendin bashkë me Fatos Nanon, bashkë me Ilir Metën, bashkë me Edi Ramën për gjatë 34 viteve, dhe ju mashtruan me ëndrrën e madhe të integrimeve europiane. Ëndra e mashtrimit, e cila nuk do të bëhej realitet kurrë, sikurse nuk ka për t'u bërë. Edhe sot, kur Europa shkon drejt zhbërjes, përçarjes, ndarjes dhe coptimit të saj. E kapur dhe mbërthyer nga hienat sorosiane neoliberiste dhe nga kanceri i kuq neoliberist, ata kanë pushtuar sot Europën dhe duan të përgjakin Europën me çdo kusht, por duan që luftën e tyre ta bëjë Amerika. Në Washington ka ardhur Donald Trump, i cili ka shpallur luftë morrave të kuq dhe vemjeve dhe kavjeve të rrezikshme, të cilat e kanë pushtuar burokratët sorosian, të cilët kanë pushtuar Europën, kanë pushtuar dhe Shqipërinë. Këtë alarm e kuptoi edhe Rama edhe Berisha. Kishin nënshkruar një marrëveshje me amerikanët e Sorosit dhe me George Sorosin, kur bën reformën në drejtësi, kur i mori ambasadori Lu, ambasadori amerikan, për veshësh i çoi të gjithë në parlament dhe firmosën atje për reformën në drejtësi. Kur u largua administrata e majt Blinken, Soros, Biden dhe erdhi Donald Trump, filluan të nisin manovrat e dy. Të dy liderët, Rama dhe Berisha, i shkelën syrin njëri tjetrit dhe duhet bënin gjithçka që të zhduknin dhe të eliminonin SPAK-un. Këtë rrezik, i cili nëse ndonse ishte nisur në fillim të herës me propozim të George Sorosit dhe të majtistëve të Amerikës, tashmë kishte kaluar në duart e Amerikës së re, të Amerikës së Donald Trump, i cili do të vi dhe ka në synim dhe në planet e tij një botë krejt tjetër, krejt ndryshme nga ajo që ka qenë deri më sot. Një botë jashtë çdo lloj imagjinate që e keni menduar. A dini se sot, në këto momente që po flasim ne bashkë, ku bota do të shmontohet e gjitha, do të zbërthehet e gjitha,
Do të shpartallohet e gjitha. Ekuilibra gjeopolitik global do të ndryshojnë. Europa do të shpartallohet e gjitha. Ballkani do të shpartallohen, do të shkepen hartat e botës dhe shkepja sapo ka nisur. Donald Trump ka nisur një plan të ri. Po sikur ka thonë të bëhemi Amerikë, Rusi bashkë me Kinën dhe Japoninë dhe Indinë dhe t'i hedhim të gjithë të tjerët në kosht të plerave. Bota do të sjellë ndryshime të mëdha. Dhe populli i vogël shqiptar në mesin në zemër të Adriatikut është e kapur nga i grusht kurvarësh të pisët komunist anti-shqiptar të thekur të ndyrë të cilët kanë vetëm një hall. Berisha të mbrojë të pjellat e tij dhe t'u lërë atyre garanci ndërkombëtare që kur të largohet nga kjo jetë ata të kenë një lloj mburoje, ndërsa Edi Rama të mbajë dhe ai pushtetin derisa të mundet në mënyrë që ta trashëgojë pushtetin e tij atje ku ai e ka dhënë besën dhe atje ku ai ka lënë shenjat e gishtërive dhe atje ku ai ka premtuar në një tabaka prej Floriri dhe Ari tek zyrat e Alex Sorosit dhe të babait të tij George Soros, ku Edi Rama dhe të gjithë lojtarët e Beogradit në Tiranë, nga Berisha tek Rama tek Meta tek i gjithë establishmenti hajdut 34 vjeçar, bashkë me Blendi Fevziun, Ylli Rakipin, Grida Dumën dhe të gjithë prime time-in dhe të gjithë oligarkët pronarët e këtyre televizioneve, të cilët sot janë duke bërë gati nguljen e thikës së fundit për Shqipërinë, për ta shitur Shqipërinë në Beograd, në Athinë dhe tek qarqe të tjera, sepse Edi Rama i ka premtuar George Sorosit dhe birit të tij Alexit se Beogradi do të jetë komandanti i rajonit. Këtë e bëri me të gjithë hajnin dhe anti-shqiptarin këtu dhe në Kosovë, të cilët janë gati të ndajnë Kosovën, të ndajnë veriun e Kosovës, të firmosin zajednicën, të ndajnë veriun e Kosovës, të bëjnë heqjen e llokmës më të bukur të gjoksit dhe të zemrës Shqipnisë, që është Kosova, ta shkulin, ta bëjnë llokma dhe t'ja falin Beogradit, bijve të kriminalit Slobodan Milošević, bijve të tij të kriminal që janë Aleksandar Vučić dhe establishmenti i Slobodan Miloševićit që komandon sot Serbinë dhe të cilët me ndihmën e miqve të tyre në Budapest dhe në qarqet e tjera ballkanike po kërkojnë për të rinë kontratën me Moskën dhe të përpinë Ballkanin për llogari të aleancës së Bizantit këtu. Edi Rama dhe Sali Berisha janë duke u bërë gati për këtë epokë të re, për të dhënë garancitë e radhës, dhe do të bëjnë këtë për të zhdukur çdo lojtar të ri, siç është lëvizja Adeu që unë e përfaqësoj prej 12 vitesh, që bën një betejë shkatëruese. Duhen lojtarët të jenë të kontrolluar prej tyre. Endri Shabani, ky këlysh sorosian i pafytyr, i cili dilte dhe bilbiloste në të gjitha rrjetet dhe televizionet e maskarejve të Beogradit këtu në Tiranë, natë për natë dilte tek e përdala e politikës Grida Duma, tek i përdali Fevziu dhe tek i përdali Ylli Rakipi dhe tek gjithë këta mijë të përdal bijt e bushtrave të Kuçedrës kuqe, komuniste që i la amanet Ramiz Alia në 1990-s. Këta bij të përdal bushtrë të bushtrës së kuqe, të cilët kontrolluan çdo pikë dhe çdo miligram pushteti mediatik në favor të Beogradit, të cilët i ndihmoi gjithashtu më pas edhe spioneria dhe hajnia e Beogradit jugosllavisht folse në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Preshev, Bujanovc dhe në Malsi. Dhe në diaspor, ku ndikon fort Beogradi, UDB-ja dhe gjitha shërbimet sekrete. Kreshnik, lëri llafet, lëri teorit, na tregoi dhe hy drejt në të thella. Ju a tregoj unë thellat. Niu i kuq i Oxfordit, Sorosiani Shabani, i cili dilte dhe bënte teatr, sikur ishte i shqetësuar prej Berishës. Ai bashkë me Adriatik Lapajn, të dy të ardhur nga kanalet e Sorosit. Dhe Sorosi ka vetëm një përgjigje: Beogradi. Sorosi është Beogradi. Është linja e dominancës së Beogradit për Ballkanin dhe kontrolli i elementit shqiptar në hyjmin e Beogradit dhe të metastazave të tij. Dhe çdo rrymë tjetër dhe linjë tjetër që del nga ky korridor do të goditet, do të shkatërohet dhe do të paraqitet si rrezik me etiketa të ndryshme. Miqtë e mi të dashur, vëllezër dhe motra shqiptar, jemi në fazën e fundit
Miu i Kuq Shabani, i cili bënte sikur shante Berishën dhe dilte nga televizioni në televizion tek të përdalët e Beogradit, tek studiot e televizioneve të kurvërisë, që ju kanë mësuar ç'është pornografia, që ju kanë mësuar si bëhet poshtërsia, si tradhtohen gratë, si tradhtohen motrat, si shiten motrat, si shiten vllai, si shitet adheu, si shitet kombi. Këtë televizionet e degenerimit, të cilat kanë 15-20 vitet e fundit, ju mësojnë natë për natë degenerimin, poshtërsin, fliqësin, pornografin, dhe ju thonë në dark me të përdalët e prime time-it politik dhe me bushtrat e kuqe të analizës, analistët e Grida Dumës, të Çim Pekës, të Blendi Fevziu tek televizionet e këtyre këllirave të mëdha që quhen oligark, të cilët pastrojnë parat e Beogradit dhe të Moskës këtu dhe maskohen me flamur amerikan për të treguar shqiptarëve dhe për t'i ngulur atyre thikën e fundit në deri në kock. Shabani, ky bushtër e vogël e kuqe Oxfordi, i cili erdhi këtu për t'u maskuar me fytyrën e njeriut ëngjëllor që luan me syzet e tij nga studio në studio dhe të cilit nuk i bie askush nga bushtrat e kuqe të cilat kanë ardhur sot të flasin në emër të Amerikës apo në emër të institucioneve të saj. Është një karagjoz, është një fëllisir, është një ndyrësir që quhet del natë për natë nëpër video, i cili ju thot se përfaqëson Amerikën. Ky fëllisir që flet në emër të Amerikës, që ka vetëm një lojën e Edi Ramës, të Sali Berishës dhe të Belinda Ballukut. Të Edi Ramës dhe të Sali Berishës, ashtu siç thot ky fëllisir që i zgjodhi dhe u bëri zyrtar dhurat shqiptarëve 30 vite më parë. Ky fëllisir i cili flet çdo natë në emër të Amerikës, del dhe kur nuk e ka përmendur bushtrën e kuqe të Sorosit, Adriatik Lapaj dhe Endri Shabanin. Endri Shabanin, i cili sot shkoi mori shpërblimin, u bë avokat i popullit. Kjo bushtër e kuqe sorosiane nuk e goditi kur. Ky bushtra i Amerikës që vlen dhe flet nga Amerika dhe vjen e flet në Shqipëri, paguhet me parat e Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës për të krijuar një lojë si kur Amerika po vjen. Ai është një Sorosian i përshtir, një plak matuf ordiner i fliqur, pa familje, kur nuk e ka shar Endri Shabanin kjo flisir dhe kjo kërb e cila del dhe flet në emër të Amerikës çdo natë për t'i premtuar shqiptarëve vila, hotele dhe pallate luksoze dhe resorte luksoze dhe se do të hanë me luk floriri. Janë të gjithë me rrethin e tyre me njerëzit e Belinda Ballukut, të cilët financohen dhe bëjnë biznes të energjisë diellore, me Tano Karidin e Qipros, i cili pastron parat e Moskës në Qipër dhe në Greqi. Dhe vinë këtu, ju flasin në emër të Amerikës këto flisira, këto ordiner që i paguan Edi Rama me Belinda Ballukun. Kur nuk e kanë shar Endri Shabanin, as Adriatik Lapajn, as njëri nga këta flisirat sorosiane që i përgatit sistemi. Pse? Duhet goditur Krishnik Osmani dhe çdo zë tjetër të cilin ata nuk kanë shans ta kontrollojnë, as kanë shans ta marrin në kontroll. Këta flisira ordinere janë ata të cilët ngren flamurin e Amerikës, ngren flamurin e lirisë, pavarësisë dhe të luftës me Edi Ramën dhe Sali Berishës, nuk janë gjë tjetër, janë varrëmisit e këtij kombi dhe shitësit e tij përfundimtar. Kjo këllir e kuqe Endri Shabani, i cili dilte si djali i arsimuar i Oxfordit dhe luante me syzet e tij dhe bënte sikur shante Sali Berisha, erdhi biri i Ramiz Alis, biri politik i Ramiz Alis, komunisti Sali Berisha, erdhi dhe ja dha dhe firmat për ta bërë avokat populli, këtë këllir sorosiane. Dhe komunisti Berisha, i cili pretendon luftën kundër Sorosit, del dhe na thot ne se ti ja kanë dhënë votën sepse Shabani kishte mbështetur teatrin
aktorin e Portokallis, të cilin e mori Berisha nga televizioni i Qim Pekës, televizioni i familjes Berisha, i të birit të Berishës, për të mbështetur aktorin e Portokallis për të ashitur ne. Dhe gjoja Endri i Sorosit i paska dhënë Berishës mbështetjen dhe suportin e tij të madh për Karagjozin e Portokallis, që e prodhoi Top Channel i Grida Dumës, të cilët e pështyn Sali Berishën nga mëngjesi deri në darkë me të gjitha kërmat më të pista të këtij kombi. Berisha me paturpsinë më të madhe dhe me pafytyrsinë më të madhe del dhe bën aktrim. Pse bën aktrim? Sepse e di që koha e tij ka mbaruar dhe ai ka ngordhur. Unë e takova para 3 vitesh kur kërkoj të bëj aleancën e madhe me popullin e madhe opozitar dhe i thash doktorit, doktor, sot ke mundësinë ose të vdesësh, ose të ngordhësh. Ata që jetojnë për popujt dhe kombet e tyre janë të vetmit që kanë mundësinë të vdesin, doktor, ndërsa të gjithë të tjerët vetëm do të ngordhin. Dhe me sa duket doktori e ka zgjedhur destinacionin e tij, ka zgjedhur ngordhjen. Pse? Sepse ka qenë ai i Sorosit, ka qenë ai që zgjodhi Sorosi dhe kërma që ju flet nga YouTube-i nat për nat, që thot unë ju asolla dhurat Sali Berishën këtu dhe Shan Kreshnik Osmanin, kjo kërm që flet në emër të Amerikës, që unë do t'ja qjerr maskën, po prisni edhe pak. Do t'ja qjerr maskën dhe do t'ja ul pantallonat mund mes sheshit Skënderbej. Këtë qersin, këtë që maskohet me flamur amerikan. Prisni se sa të rrethohet. Është duke u bërë rreth i gati. Është një lojë e pisët, Shqipëria është duke u shit. Çfarë do bëjmë Kreshnik, se lëre se i dim to të gjitha, ato i kontrollojnë gjitha. Do të nisë rebelimi madhor kundër këtyre fëllisirave, kundër këtyre mostrave, me Berish, me Ram, me Shaban, me Dreq, me Shejtan, me Adriatik Lapaj, të cilët nuk ishin gjë tjetër përveç se produktet e tyre. Lapaj ishte produkti i Berishës dhe Ilir Metës, u financuan nga ata, ndërsa Shabani ishte produkti i Sorosit, i drejt për drejt, dhe i Edi Ramës. Të dyve, Berisha me Ramën, u dhan urdhër që të bënin aleancë bashk, dhe u bë bashk Adriatiku i Sorosit me Shabanin e Sorosit, Oxfordiani bushtër e kuqe, e cila sot me pafytyrsinë e madhe del dhe reklamon se u bë avokat i popullit. Pse e bën avokat të popullit? Sepse është garanci për bushtrën e kuqe që është duke ngordhur atje në Amerikë, që është George Sorosi, ky shkatërues kombesh i cili don Shqipërinë ta dorëzojë tek Beogradi. Ai i ka thënë këlyshët e mi do t'i bëni gati në poste madhore, që kur të largoheni ju, këlyshët e mi të mdhej të vinë këta në pushtet. Endri Shabani. Ndaj edhe bushtra që flet në emër të Amerikës te kanali i tij në YouTube, plaku matuf që mashtron shqiptarët në emër të Amerikës dhe të flamurit të saj, të lavdishëm. Ky plak matuf i cili kur nuk e ka prekur as Lapajn as Shabanin, është një këllir sorosiane që vjen nga të njëjtat xhirize dhe punon për Beogradin dhe Athinën, pavarësisht se bën sikur i sulmon ato. Do t'ja qirri maskën dhe do t'i lëm pa brek në mes të sheshit Skënderbej, sapo të vi dita, këto flisira antishqiptare, të cilat bëjnë rolin e heroit sot. Kur nuk e kanë prekur dhe t'i thonë shqiptarëve që e keqa është Grida Duma, me Blendi Fevziun, me Eni Vasilin dhe me Ylli Rakipin dhe me të gjitha bushtrat e mbrëmjes që dalin tek televizionet e flisirave të mëdha, oligarkët e këtij vendi, këto kërma të ndyra të cilat janë duke e shit Shqipërinë sot në pazar me njëri tjetrin. Kjo është ajo që duke ndodhur. Tashmë i bën bashk Shabanin me Adriatikun, këto kërma të mëdha, i bën bashk dhe u thanë, ky është i Ramës, ky është i Berishës. Dhe që të ruanin njëri tjetrin, Rama dhe Berisha, e detyruan Sorosianin, bushtrën e kuqe Shabanin, me bushtrën e kuqe Lapaj të bëhen bashkë me njëri tjetrin në një aleancë për të mështruar shqiptarët, dhe sot i kanë thënë Adriatikut të dil atje dhe filloi një herë sepse Berisha ka nevojë që të marrë popullin e degraduar, ta marrë, ta kontrolloj nëpërmjet xhepit të tij Adriatik Lapaj dhe ta fus në lojë si një lojtar të ri, përpara se të shpikin lojtarët e ri të tjerët
me të cilët do të tentojnë të vjedhin zemëratën popullore. Bushtra e Kuqe Shabani me bushtrën Lapaj, të cilët ishin dy garancit e njëri tjetrit, nga njëri për Berishën, tjetri për Ramën, nuk ishin gjë tjetër, përveç se një aksion për shkatërimin përfundimtar të kësaj race në mënyrë që të vjedhin opozitën. Dhe të dy bashk shkatëruan 70.000 vota, të cilat prodhonin 12-13 deputet, potencialisht krijimin e opozitës së re, e cila do të shkatëronte Berishën dhe Ramën dhe do t'i vendoste pas murit. Këta të dy janë kërmat e sistemit të vjetër. Të dy kërmave të mëdha të Ramizalis, që është Sali Berisha me Edi Ramën, dy anti-shqiptarët më të mëdhej të kësaj toke. Dëgjoni me kujdes. Dëgjoni me kujdes. Nuk kam për t'i thënë më këto. Sepse nëse ju nuk do të reagoni, unë do të bëj një lloj si ju dhe nuk e keni për ta çuar në përmend se çfarë do të bëj në qoftë se ju vendosni të bëni atë që keni bërë deri tani. Sepse sonte ne duhet vendosim bashkarisht. A do të bëhemi të gjithë në krahun e Shqipërisë tani që Shqipëria po zhduket dhe po ndahet për llokma për Beogradin dhe për shërbimet e tjera anti-shqiptare, ose do të bëhemi të gjithë të fliqur. Dhe në qoftë se ju keni vendosur të jeni të fliqur, duke bërë sikur më mbështesni dhe duke bërë sikur na mbështesni ne, që po luftojmë me mish dhe me shpirt, dhe ju do bëni sikur do na mbështesni dhe ne do bëjmë sikur do ju mbështesim, ju betohem që ne nuk do të vazhdojmë përveç se do të bëhemi fëllisira sikur ju, dhe ne e kemi të gjithë justifikimin, sepse në mesin e një populli të fliqur nuk mund të jetosh përveç se si flisir, dhe ne po bëjmë thirrje në fundit për patriotët e mëdhej. Në qoftë se patriotët bëhen bashkë sot, patriotët dhe në qofshin 100 a 1000, ne do të vazhdojmë rrugën dhe betejën tonë dhe do të përballemi me kërmat dhe me pjesën më ordinere, më të fliqur, më bastarde të kësaj toke dhe të këtij populli dhe të kësaj race. Do të vazhdojmë betejën tonë dhe do ta fitojmë atë. Në qoftë se nuk e fitojmë, ne do të ngrihemi në qiell, do të vdesim, do të largohet nga kjo jetë. Por ju duhet vazhdoni bisedën, duhet vazhdoni luftën, duhet vazhdoni betejën dhe unë po ju lë disa amanete sot, në qoftë se ata nuk na lën të vazhdojmë të ekzistojmë. Ata mund na eliminojnë edhe politikisht, por nuk përjashtohet mundësia që të na eliminojnë edhe fizikisht. Ata janë ndyrësira. Ata kanë bërë gati planin për zhdukjen e kësaj toke, që shqipja juit mos valvitet më krenare, që toka juit mos jetë më krenaria e Ballkanit, këtu në Gadishullin Lirik. Ata do të shuajnë çdo emër dhe çdo zë i cili e qjerë maskën berishiane komuniste bashkë me luftëtarët e tjerë të komunizmit dhe të kuqjve të kampi i rilindjes, atje ku është fshehur e gjithë pjesa e llumit dhe e perversitetit kësaj race. Pjesa më e ndyrë, pjesa më e pisët, pjesa më perverse, pjesa më antikombëtare është mbledhur atje tek xhirizet e rilindjes, të cilët bashkëpunojnë me të gjithë llumin e zi, të cilin e mban dhe e financon dhe e ruan si drita e syve Saliu komunist. Ky njeri i cili nuk ja dha kurrë mundësinë popullit konservator dhe të djathtë shqiptar, të persekutuarve, të burgosurve, kurrë nuk ja dha mundësinë që të shohin një ditë të bardhë, sepse ishte vënë aty si garanci për t'i kontrolluar dhe për të mos i lënë të ngrenë kokën kurrë. Ne do të nisim rebelimin e madh, kush do mirë se të vijë, le të më shkruaj, ju e dini si të më shkruani. osmanikreshnik@gmail.com. Numrin e telefonit e keni tek faqja e Facebookut. Mënyra për të kontaktuar ka. Do të fillojmë ngritjen e popullit shqiptar, ngritjen më paqësore që ka parë ndonjëherë historia. Kundër kësaj race bastarde anti-shqiptare, politike tradhtare të Beogradit, e cila ka vendosur të ngulë thikën e fundit të Shqipërisë. Edhe nëse na eliminojnë, vazhdoni rrugën dhe betejën tuaj, të vendosur se kur me flamurin shqiptar mbi krye, flamurin dhe me heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe me burrat e mëdhej të rilindjes kombëtare. Ky është amaneti. Vazhdoni rrugën nëse ne ata na nxjerrin nga loja, na heshtin, na burgosin ose na eliminojnë. 1.
rregullat e vazhdimësisë. Mos pranoni asnjë bashkëpunim me Blendi Fevziu, Ngrida Dumën, Top Channelin, Klanin, ABC Newsin, MCN-n, Ylli Rakipin dhe me të gjithë analistët, Syrin e Berishës, me Çim Pekën, me asnjë nga analistët që i keni parë tek studiot e tyre. Këta bastard anti-shqiptar janë kolaboracionistët dhe bashkëpunëtorët më të mëdhej të kësaj klase bastarde politike, e cila ka shkatëruar këtë popull për 34 vite. Mos shkoni pas tyre, mos i pranoni në tubimet tuaja, mos i pranoni në protestat tuaja, mos i pranoni të shkoni në studiot e tyre. Ne nuk do të shkojmë më tek studiot e tyre, do të vinë ata tek ne, tek populli. Ata do të japin llogari për gjithçka kanë bërë, sepse ajo që po vjen është më e tmerrshme se sa ata e kanë çuar në përmend. 2. Protest paqësore, sepse kuçedrat e vjetra të Beogradit të kuq dhe të Asfalis do të fusin element të cilët do të kërkojnë destabilitet, do të kërkojnë protest, do të kërkojnë thyrje xhamash, do të kërkojnë rebelim, do të kërkojnë shkatrim. Jo, paqësore, tubim paqësor, protesta paqësore. Do të nisim përgatitjen për këto protesta tani. T'ua qerim maskat këtyre bastardëve, këtyre anti-shqiptarëve dhe le të dalë ku të dalë. Ose e fitojmë, ose na eliminojnë. Nuk ka zgjidhje tjetër, nuk kemi më çfarë të humbim. Shqipëria është më e shtrejta që na ka ngel. Dhe ne po e humbëm edhe Shqipërinë, mos na qoftë koka. As mua, as ju që bëni sikur më ndihmoni, as mua, as ju që bëni sikur na shikoni, as mua, as ju që bëni sikur na mbështesni dhe rrini me duart poshtë batanies duke u fërkuar dhe bëni këngën, ngrini larg himnin e patronazhistëve të kuq, të bastardëve, të Saliut dhe të Edi Ramës, duke na thënë, ju jeni të gjithë një lloj, ju jeni të gjithë të shitur, po ti çfarë ke bërë, po ti kush je, po ti na trego kush je, këtë do të bëjnë bastardët e kuq, të Saliut dhe të Edit, po është të komentet dhe përgjigjen do ja jepni ju. Nëse keni një fije burrni, jo unë. Ju do t'ja jepni nëse jeni përkrahës dhe patriot. Ju që jeni në diasporë, që bëni para atje dhe që na keni lënë ne këtu të vazhdojmë betejën, duhet ta mbështesni. Dhe jo vetëm me bravo dhe ju lumt, por duhet ta mbështesni konkretisht. Duhet zbresim terren të mbrojmë Shqipërinë. Shqipëria është në rrezik, është në pikën e saj më të fundit. Vazhdoni protestën edhe nëse ne mbetemi gjallë, edhe nëse nuk mbetemi gjallë. Vazhdoni protestën edhe vazhdoni rrugtimin tuaj. Kur asnjë bashkëpunim me çdo njeri që ka qenë qoftë dhe 30 sekonda tek xhirizet e Sorosit, tek ata të cilët luajnë me Sorosin dhe për Sorosin të gjithë narrativën e kontrollon vetë Sorosi. Ai don të kontrollojë edhe ata që e sulmojnë, edhe ata që e duan, sepse ashtu kontrollon narrativën. Mos besoni tek një lider, besoni tek parimet. Kreshnikun nesër mund ta eliminojnë, mund të mos jetë më. Mund t'i vi dikush tjetër, i cili mund të luaj dhe të kap rolin e Kreshnikut apo të çdo Kreshniku tjetër. Mos besoni kurrë tek individët, sepse individët mund t'ju shesin dhe mund t'ju tradhtojnë. Besoni tek parimet. Parimet janë Shqipëria është vije kuqe, Shqipnia nuk ka për të qenë kurrë e Beogradit as e Athinës. Këto janë parimet kundër kuçedrave të kuqe, kundër globalistëve, kundër kuçedrave të kuqe, kundër të gjithë atyre të cilët duan të godasin sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Lëreni drejtësinë dhe ndihmojeni sistemin e drejtësisë të shpëtojë nga kthetrat e bastardëve të politikës. Është e vetmja mënyrë për t'u hakmarrë ndaj tyre me drejtësi, me institucione, me ligj. Ruani paqësinë, ruani të paqët lëvizjen tuaj, tubimin tuaj, protestën tuaj, sepse do të fillojnë t'u agrabisin. Do të na fusin njerëz brenda, do të na fusin të infiltruar, të cilët do të kërkojnë që të na paraqesin si lëvizje ekstremiste apo radikale për të na vrarë dhe për të përgatitur terrenin e eliminimit ton të përgjithshëm. Perëndimi do stabilitet në Ballkan. Ne duam stabilitet, por stabiliteti nuk ka për të qenë në kurrizë të Shqipërisë
dhe të fateve të saj. Tyr lidhoi antarë shërbime sekrete, po vinë në Shqipëri, të maskuar me kompani dhe me koncesione dhe me tendera të mëdhej, janë duke marrë gjithçka, si fazë e fundit e përgatitjes për të goditur Shqipërinë përfundimisht, sepse kush dorëzon, kush kontrollon kapitalin, ai kontrollon mediat dhe politikën dhe narrativën. Rama dhe Berisha po përgatisin pikërisht këtë. Rama dhe Berisha po përgatisin planin e tyre të madh për t'u zëvendësuar nga klyshët dhe hafijet e tyre, Shabani dhe Lapaj, të cilët kanë dalë sot i dogjën shqiptarëve 70.000 vota dhe i futi tiku në parlament një grua që ajo mund tjetë grua e zonjë për shpinë e vet, ajo s'di me fol shqip, kjo ishte dhurata e tikut sepse donin t'i bënin listat me familjarët e vet dhe me xhaja me halla me teze, dhe Shabani i cili shkoi i bëri shërbimin Edi Ramës dhe e mori shpërblimin, shkoi avokat i popullit dhe e votoi regjimi që e sulmoi Shabanin, kuçedra e kuqe e Oxfordit dhe Sali Berisha. Kjo kuçedër tjetër e kuqe e cila mban pishtarin e lirisë, demokracisë dhe të antikomunizmit këtu në Shqipëri. Ata janë të gjithë bashkë. Janë kundër Shqipërisë. Po bëhen gati sepse të dy nuk do të ekzistojnë më politikisht në vitin 2026. Berisha po kërkon pazarin e fundit dhe me sa duket ja kanë dhënë. T'i heqin non gratën dhe ai të tërhiqet nga politika, duke lënë pas ardhsin e tij amanet se kush do t'jetë njeriu që do Sorosi dhe duan kuçedrat e kuqe atje tek xhirizet sorosiane, ndërsa Rama do të shkojë në burg, ju kam thënë, nuk e ka të gjatë, por ndërkohë, derisa të jetë në pushtet, ai mund të bëjë dëme të mëdha dhe mund të shkatërrojë shumë, dhe ne këtë duhet ta ndalojmë me lëvizje paqësore, me protesta paqësore dhe me një organizim, super organizim të cilin ata nuk do të kenë fuqi ta ndalin. Kjo është ajo që po ndodh, ne po ju presim, kjo është Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Lëvizje e cila kurrë nuk ka mundur ta blej askush, ta kap askush, ta kontrolloj askush, ndaj dolëm të vetëm në zgjedhje. Na therrën, na nxorën me 2000 vota në mënyrë që t'ju thonë ju që këtaj nuk i do populli. Këtë që do të thonë edhe bushtrat e kuqe patronazhiste këtu të komentet. Ju nuk ju votojnë, ju nuk ju do populli, ju jeni të gjithë një lloj, ju jeni të pavlerë, po t'ju donte populli, ju do t'ju kishin votuar. Sikur nuk e dinë bushtrat e përdala, të pavlerët dhe të panderët, që ne nuk kishim mundësi të kontrollonim votën, as ta numëronim atë. Votat tona i numëruan dy kuçedrat e kuqe të Ramizalis, Edi Rama dhe Sali Berisha, dhe futën në parlament të gjithë sorosianët. Ato sorosian të cilët i dhanë firmat për Endri Shabanin, bushtrën e kuqe sorosiane, i cili shkoi sot me si shpërblim në emër të Edi Ramës, babait të bushtrës së kuqe Soros në Shqipëri, i cili i dha atij shpërblim avokatin e popullit. Kjo është shqiptari im loja, kjo është e madhja lojë kundër Shqipërisë tuaj, kundër Shqipërisë tonë. Rrof Shqipëria, rrofshi ju, rrofshin gjithë njerëzit e lirë të kësaj toke, rroft Kosova, kur sa t'jemi gjallë nuk ka përqen as në Beogradin, as në Asfalin, edhe sikur të na zhdukin të gjithëve. Kur kjo tokë nuk ka përqen e anti-shqiptarisë, e baton haxhive, e Edi Ramëve dhe e të gjithë soj dhe sorolopit sërb shqipfolës, oligark, media, politik, që kontrollohen nga bijt e kuq të Ramizalis, Sali Berisha dhe Edi Rama. Kaq kisha për sot, çoja një pjesës tjetër të shqiptarëve këtë video dhe bëhuni gati për rebelimin e madh, do të vijnë era të mëdha. Dhe unë di më shumë nga që imagjinoni ju. Do të vijë një stuhi e madhe për të gjitha bushtrat dhe një kokë ka 2 duar dhe ato 2 duar janë për atë kokë. O jetojmë me nder në tokën tonë Shqipëri, ose mos na qoftë koka. Shqipëria e shqiptarë, vdekje tradhtar. Natën e mirë për sonte dhe fundjavë të qetë. Do të jemi në kontakt.